Tashmë për të ndalur te tematika e ditës, bëhet fjalë për divorcin, për çdo 2 çifte që janë martuar gjatë vitit të kaluar, pra vitit 2024, një tjetër ka përfunduar në dyert e gjykatave për t'i dhënë fund martesës. Të dhënat nga Ministria e Brendshme tregojnë se gjatë vitit 2024, konkretisht në shifra, janë regjistruar rreth 12.100 martesa në të gjithë Shqipërinë. Në krahasim me një vit më parë, pra vitin 2023, numri i martesave ka shënuar një ulje prej 13% duke vijuar trendin rënës të viteve të fundit. Ku po shkon martesa? Pse ndodh ky numër i lartë divorcesh? Do ta diskutojmë pikërisht me panelin që kam të ftuar në studio mëngjesin e kësaj të hëne, po ju prezantoj më njëherë me avokatin Endri Çelo. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Psikologen klinike Anora Kroj edhe një mike e mirë e këtij emisioni. Mirëmëngjes Anora, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se ju gjej. Dhe po ashtu në një lidhje Skype të drejt për drejt nga Londra kemi pedagogen Haris Vongli. Haris, përshëndes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Anora, do doja ta nisja me ty. Jemi përballë një statistike që realisht duket e frikshme. Pra, për çdo 2 martesa, një tjetër përfundon në divorc, paktën referuar të dhënave nga Ministria e Brendshme. Pse mendon se vjen kjo? Është në mentalitetin shqiptar martesa po prap aq e njëjtë sa ka qenë, aq e shenjtë sa ka qenë më herët? Atëherë, rritja e numrit të divorceve shoqërohet me disa faktorë. Si fillim do citoj faktorët shoqëror, do të thënë normat sociale, që do ta zhvilloj pak më mbrapa, po janë edhe faktorët ekonomik, po ashtu edhe komunikimi dhe mungesa e intimitetit dhe problemet e tradhtisë. Do t'i quaja. Tradhtia mbetet një prej faktorëve kyç, pak më herët, muaj më parë u diskutua edhe mbi një ligj të ri, po që nuk e dim se ku ka mbetur avokat. Ka qenë thjesht një zhurmë mediatike, nuk ka asnjë ligj që do të ndojë tradhtinë. Kështu që ka qenë thjesht për të bërë lajme. Dhe do doja në fakt të ndalesha pak tek ju, lidhur me këtë raport, në 2 kurorëzime në martesë, një divorc. A është e vërtet, të paktën referuar edhe punës tuaj të përditshme? Atëherë, unë nuk kam statistikat e sakta që ju të them nëse është e vërtet ose jo që për çdo 2 martesat kemi një divorc, por ajo që mund t'ju them është që numri i divorceve së fundmi është shtuar jashtë mase. Në gjykatat e Republikës së Shqipërisë, tek çështjet civile, një numër shumë të madh zen çështjet që lidhen me zgjidhjen e martesës pra me divorcin. Nëse flasim për shkaqet, ka disa shkaqe, unë mendoj që mund t'i grupojmë në 2 kategori kryesore. Shkaqe që lidhen me botën e brendshme të personit, pra pritshmëritë që ka nga martesa, personaliteti, pritshmëritë që ka nga partneri, dhe shkaqe që lidhen me botën e jashtme, vështirësitë ekonomike, papunësia dhe të tjera si këto. Të dyja këto janë të lidhura me njëra tjetrën, pra personaliteti i personit pasqyrohet dhe vështirësitë që ka ai te puna. Kështu që të gjitha shkaqet që përmendëm më sipër ndikojnë, mund të përmendim edhe shkaqe të tjera që thatë ju, tradhtia, varësia nga alkoolit, varësia nga lojrat e fatit, dhe në momentin që çiftet nuk e gjejnë më, pra personat që janë martuar, nuk e gjejnë më mirëkuptimin midis tyre, gjejnë zgjidhjen për të drejtuar gjykatës dhe për të zgjidhur martesën. Ne për të shkuar drejt shkurorëzimit, që më tej sjell një sër problematikash të tjera të cilat do të kemi mundësi ti trajtojmë më vonë, po më përpara do doja të të pyesja gjithashtu Haris, çfarë mendon se i sjell këto statistika? Gjithmonë referuar të dhënave zyrtare që ne kemi, se ndoshta mund të jenë edhe më ndryshe, mund të ketë çifte të cilat nuk shkojnë në një shkurorëzim pranë gjykatës, por mund të jetojnë të ndarë nga njëri tjetri. Në fakt është një problematikë e madhe jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë Europën, në gjithë botën. Mendoj që së pari njerëzit ndihen më të lirë për të marrë vendime mbi jetën e tyre dhe nuk kanë më atë ndrydhjen që kanë patur vite më përpara. Por nga ana tjetër është parë që këto politika liberale, sidomos nga partitë e majta që kanë qenë duke drejtuar vende të ndryshme në Europë dhe në botë, kanë shkuar përtej pritshmërive, për rrjedhoj. Shohim që edhe tani më kanë zënë vend edhe fitoria e partive të djatha në vende të ndryshme të Europës, fatkeqësisht edhe të djathës ekstreme. E them këtë jo sepse e djatha ekstreme është në Europë të paktën është opsioni më i mirë, por kjo është një shenjë revolte kundër politikave të majta, tejet liberale që kanë dalë edhe jashtë kontrollit. Dhe ajo që ndodh me numrin në rritje të divorceve është edhe modelet që ne kemi marrë. Pra është parë edhe në Shqipëri një shkëputje nga
nga konservatorizmi, nga vlerat e djatha, nga familja, nga feja, nga bashkimi, pra në tërësi, pra jo vetëm në Shqipëri, në Evropë, në gjithë botën, janë tronditur këto shtyllat e forta të familjes dhe janë modelet negative që po promovohen. E thash që një anë njerëzit ndjen më të lirë për të marrë vendime, pra nuk bëjnë më kompromise, por nga ana tjetër janë pa diskutim modelet e gabuara që jepen dhe që promovohen çdo ditë. Sigurisht që secili ka të drejtën e vet të zgjedhë në jetën e tij, por kjo nuk do të thotë që kjo e drejtë, pra kjo liri duhet të cënoj lirinë e tjetrit. Dhe siç e thash, ngritja në masivitet e fitores të rrymave të djatha tregon edhe një pakënaqësi të jashtëzakonshme nga liberalizmi i tejskajshëm i politikave të majta. Në Hari se përmendin faktanora, modelet e gabuara. Mos po e marrim shumë thjesht martesën dhe kemi harruar që në fakt është një sipërmarrje goxha e vështirë. Atëherë, ne si shoqëri, dal nga dal çiftet po shkëputen nga modele tradicionale. Janë pikërisht ato tendenca, siç e përmendi Haris, dhe të gjithë e kuptojmë në ditët që po jetojmë se sa shumë trendet sociale po na ndikojnë në mënyrën se si ne i krijojmë marrëdhëniet, më pas se si i mbajmë ato dhe ndoshta në disa raste se si zgjidhim duke shkuar drejt divorcit. Modelet, unë nuk të të quaja modele negative, por ato janë modele, janë trende sociale, varet, do të lidhja shumë me pjesës së shoqërisë tonë, të modeleve se si i kemi krijuar në familjet tona, sepse ne vijmë nga modele tradicionale, nga dy prindër, të cilët shpeshherë mund të kenë pasur debate dhe konflikte, por nuk kanë shkuar drejt zgjidhjes së martesës. Por çfarë ndodh tani? Tani ndodh që të rinjt janë më të prirur drejt pavarësisë dhe lirisë. Sepse kështu po shkon shoqëria në mënyrën se si konceptohet marrëdhënia dhe përgjegjësitë dhe detyrimet i lën një hap më mbrapa, por ato duhet të jenë të bashkëshoqëruara si në anën emocionale, do të thënë, siç investohemi dhe fillimi i një marrëdhënie është gjithmonë shumë i bukur dhe kemi një intensitet emocional, satisfaksion, kënaqësi, por nuk pretendohet që kjo të vazhdoj. Dhe nëse duam që kjo të vazhdoj, duhet të kemi një komunikim të mirë, të shëndetshëm, të hapur, të dëgjuarin empatik, të kuptuarin vërtet të partnerit për atë çfarë do të thotë, për atë çfarë është, për atë si e ka kaluar ditën. Ndoshta neve bëhemi partnerët bashorti ose bashortja pak më paragjykues, më pak pranues, më shumë sfidues. Ne harrojmë që partneri dhe partnerja është dikush që na pret në një ambient të sigurt dhe të ngrohtë dhe duhet ta gjejmë patjetër kohën për të bashkëbiseduar dhe të bashkëndar çdo lloj problemi që ne kemi në jetën sociale, profesionale dhe të çfarëdo natyre tjetër. Dhe jo më kot quhet marrëdhënie, sepse duhet të jetë gjithë kohës marr dhe jap nga njëri tjetri. Do t'i kushtoja shumë rëndësi procesit të edukimit. Sa po i edukojmë ne të rinjt se si të ndërtojnë një marrëdhënie të shëndetshme. Se çfarë është martesa? Martesa është një institucion shumë i shenjtë. Dhe mënyra se si ngrihet kjo, mënyra se si duhet si ta ushqejmë, do të thënë njësoj do ta krahasoja njësoj si me një bim, të cilën do kujdesi si nga dielli, si nga ujka. Po e harruam aty pa kujdes, nëse do thahet ajo se s'ka ç'bën tjetër. Pikërisht këtu duhet të ndalemi te mënyra se si edukojmë, sepse nëse kemi një edukim të shëndetshëm, duke kuptuar që edhe të gjitha përgjegjësitë, kënaqësitë, detyrimet të hartëzohen, do të thënë të bashkëshoqërohen me njëra tjetrën. Nuk mund të marrim vetëm kënaqësi dhe pastaj kur kjo kënaqësi mbaron, sepse mbaron komunikimi. Edhe John Gottman, i cili është psikolog dhe një doktor shumë i mirë i studiues i marrëdhënieve të çifteve, jep shumë fokus komunikimit, sepse fjala komunikimi është çelësi i marrëdhënies së shëndetshme. Nëse vërtet e kuptojmë partnerin, sepse shikoj çfarë ndodh. Duke u rritur si themi në moshën martesore, ne shpeshherë ndodh që ta paragjykojnë, duke menduar se një shumë mirë partnerin dhe ti nuk pretendon të ta dëgjosh vërtet aktiv, të dëgjuar inaktiv, që ju besoj e dini dhe nga në... Ke pritshmëri të cilat nuk i diskuton me partnerin. Pikërisht, po. Janë gjëra të pa diskutuara, të pa thëna dhe pretendojnë se ato duhet të kuptohen, po si mund të kuptohemi pa folur? Dhe unë i më shoh shumë rëndësi së fjalës, sepse e mbështes shumë idenë e komunikimit pozitiv, të hapur, konstruktiv dhe të shëndetshëm. Edhe kur kemi kritika, le t'i bëjmë, mos t'i mbajmë... Mënyra se si bëjmë kritikat është shumë e rëndësishme. Neve nuk duhet të drejtohemi direkt aty ku dhem më shumë.
Por dhe mënyra Një pak të ashpër, si si natyra jemi shumë të ashpër. Dhe pikërisht, psikologu që sa po përmenda, i më shumë faktit fjalëve të buta. E quan pikërisht termi fjalë të butë. Sa mirë mund t'i thyejmë kufijt me fjalët e buta, sa mirë mund t'a kuptojnë dhe të na kuptojë dikush kur ne i qasemi butë, e sidomos partneri që është njeriu më i rëndësishëm në marrëdhënien e çdo kujt që ndërton një martesë. Avokat, me që Anora përmendi komunikimin. Ndonjëherë mund t'jetë kjo arsye kryesore mbi të gjitha për shkurërzimin. Cilat janë disa prej arsyeve kryesore që ju japin në momentin që jeni përballë një procesi divorci? Komunikimi është arsye që ndikon në çdo lloj arsye tjetër. Pra, nëse ka probleme punën, normalisht komunikimi do bëjë më të madh probleme. Nëse ka probleme me kuptimin e çift, kjo komunikimi është faq më shumë këtë. Nëse ka probleme me anën ekonomike, komunikimi është këtë gjë. Pra, çdo lloj arsye tjetër amplifikohet nga mungesa e komunikimit ose nga komunikimi jo i dyur. Ne e thamë parë, tradhtia është një nga arsyet që çiftet i drejtohen për të zgjidhur martesën. Problemet ekonomike, dhuna në familje që është një element shumë i rëndësishëm kur marrëdhënia shkon deri te dhuna, është e vështirë që të rehabilitohet marrëdhënia dhe patjetër herë avon do të shkojë në zgjedhje në martesën midis së palëve. Ndryshimet në çift për sa i përket nivelit arsimor ose nivelit kulturor, kur njëri nga personat në çift ecën shumë në karrierë dhe personi tjetër nuk vazhdon ta ndjekë në të njëjtën mënyrë, kjo fillon krijon distancë midis dy partnerëve, gjë që çon që të fillojnë mosmarrëveshjet, të fillojnë hatërmbetjet midis tyre dhe më pas të shkojë tek zgjidhja e martesës. Pra është shumë e gjerë janë shumë të gjëra shkaqet për të cilat çiftet mund të shkojnë të zgjidhin martesën. Dhe ndalesha pak tek Haris, si për ta pyetur nëse duhet të shkojmë drejt shkurërzimit me gabimin e parë të partnerit apo mund të vazhdojmë të presim. Ne kemi dëgjuar jo pak raste në Shqipëri në fakt, po flas për dhunën që është rasti më ekstrem, që gratë të cilat më tej kanë përfunduar edhe në fatalitete, kanë falur për një periudhë shumë të gjatë kohore, ose ka pasur edhe raste kur kanë qenë në një proces divorci, por sërish kanë pasur kontakt me partnerin. A duhet vërtet jemi kaq tolerant në këtë pikë? Tani, Anora thamë përpara që martesa është diçka e shenjtë. Mendoj që përveç martesës që është diçka e shenjtë, është familja akoma edhe më e shenjtë. Pse unë më shoha faktit që ka në mas modelet gabuara. Pra, e gjitha nis nga modelet e gabuara, sepse të vështirat bëhen shumë të lehta dhe zgjidhjet të lehta bëhen më të vështira se që janë në fakt. Absolutisht me gabimin e parë nuk duhet ndodhë ndarja, sepse përveç martesës, familja është një institucion edhe kërkon shumë përkushtim. Jordan Peterson është një nga mendimtarët më të mëdhenj të kohërave tona, i cili flet shumë për familjen dhe sidomos për marrëdhënien që ai ka me bashkëshorten e tij, që thot është një investim i përditshëm edhe thot pra I have to date her every week, pra duhet të dalë të paktën në një takim me bashkëshorten time të paktën një herë në javë dhe siç e thot edhe besimi që në të mirë dhe në të keq nuk çdo çift duhet të zgjedhë të qëndrojë me partnerin e vet, me familjen e vet, në të mirë edhe në të keq. Sigurisht që jeta nuk është një rrugtim i lehtë, ka shumë përballje të cilat çiftet nuk i parashikojnë. Mungesa ekonomike, mungesa e një ekonomie të mirë në shtëpi, mungesa e komunikimit, pra i ndeku arsimor, të gjitha këto qëndrojnë, por nuk do të thotë që këto janë të pa rregulluara. Është modeli ai që i jep shtys përpara për ta mbajtur familjen apo jo. Sigurisht që dhuna në familje është një plagë e jashtëzakonshme për Shqipërinë dhe ajo nuk flitet mjaftueshëm, madje unë them gjithmonë që më shumë është folur pra për këto politikat e majta, të qëndroj edhe në fushën time, më shumë flitet për prindin 1 dhe prindin 2, asnjë paragjykim, por kam rezervat e mia për termat, cilave u jepet më shumë prioritet në ditët që jetojnë, pra flitet më pak për familjen, që do të thotë i jepet më pak rëndësi familjes dhe të bën shumë përshtypje dhe të tingëllon shumë bukur kur ti dëgjon njerëz si Jordan Peterson apo të tjerë mendimtarë të cilët flasin për familjen sepse po flitet shumë pak për familjen, për besimin, për bashkimin, për tolerancën, për mirëkuptimin, pra janë terma që kanë ikur fare dhe janë në fakt modelet ato që japin.
e shoh gjithmonë në media një degradim dhe mendoj që media e ka humbur pak atë busullën e vetë dhe ka harruar që në fakt është pushteti 4 dhe ka një ndikim të jashtëzakonshëm tek ndjekësit, pra është uralisë, po themi në rast me politik bërësve, është uralisë mes politikave, politik bërësve dhe shoqërisë. Pra ne Sartori thot gjithmonë që we are what we watch, pra ne jemi ajo çka shohim. Prandaj dhe thash janë goditur shumë modelet e mira dhe i është dhënë rëndësi modeleve negative, sepse këto promovon edhe media. Duke qenë se media shqiptare ka një, le të themi, një vazhdimsi dhe ka marrë shembull nga viten përpara nga media italiane. Për shembull, nëse e mban mend dikush Çeposta për tet, Maria De Filipit apo ka pasur programe të jashtëzakonshme mediat italiane që i jepnin shumë vlera familjes. Dhe sigurisht që neve i merrnim ato modele dhe i aplikonim në një sistem të ri demokratik dal pas shumë vitesh izolimi, ne kopjonim herë mirë, herë jo mirë, po çon si ka. Pra ne merrnim vlerat, merrnim shembujt më të mirë. Sot e kësaj dite, unë nuk dua të përmend televizione, nuk dua të përmend emisione, por janë duke u dhënë modelet e gabuara, ka shumë vulgaritet, ka shumë dhunë, ka një individualizëm të theksuar që unë bëj çfarë dua, ky është trupi im. Pra ka të rinj që thonë unë nuk jam, po dëgjoja një ditë në një podcast me të rinjve, pak rëndësi ka që unë nuk jam në një lidhje, por unë jam seksualisht aktive, thoshte një nga vajzat. Pra dhe është moderatore, pra ndiqet, ka fansat e vet. Pra cilat janë mesazhet që ti duhet japësh dhe pse shihet, asnjëherë nuk e kam kuptuar dhe nuk do e kuptoj asnjëherë pse shihet familja si një izolim ndaj lirive dhe të drejtave. Pra, ti me partnerin që ti zgjedh, që ti dashuron, që ti vendos të kesh rrugtimin tënd, mund të bësh një jetë të mrekullueshme dhe shumë të bukur, sikurse dhe vetëm, nuk e di pse shihen me konotacion negativ. Ndoshta është pikërisht ajo që e përmend Haris edhe e citove gjatë fjalës tënde, modelet e gabuara dhe influenca që kohët moderne, teknologjia, rrjetet sociale kanë pasur. Përpara se të më largohesh, Anora, të bëj një pyetje që në fakt duket jetë thelbi i çdo diskutimi kur i referohemi familjes, martesës dhe divorceve, janë fëmijët, të cilët mund të preken realisht shumë nga një shkurërzim. Çfarë duhet kenë parasysh të gjitha çiftet që janë në një proces tashmë, lidhur me fëmijët e tyre? Si tua bëjnë të ditur që kjo marrëdhënie po merr fund, por nuk mund të impaktojë marrëdhënien e njërit prind me fëmijën apo edhe detaje të tjera? Pra, nëse jemi në një situatë kur në një familje prindrit janë në zgjidhjen e martesës, siç është divorci, fëmijët janë të parët që e kanë marrë sinjalin dhe ka kuptuar ndoshta edhe para se prindrit të ulen me ta dhe t'ua shpjegojnë, sepse ata janë dëgjues edhe monitorues shumë të mirë të gjithë situatës familjare. Por, padyshim, duhet i japim rëndësi theksit dhe të kuptojmë se sa rëndësishme është që fëmijët mos ta përjetojnë, të kenë një përjetim më të mirë dhe jo traumatik kur dy prindrit ndahen, sepse ata vërtet nuk do të jenë më partner midis njëri tjetrit, por do të jetë nëna dhe babai i fëmijëve që do vazhdojnë të rriten dhe duhet të kenë një rritje sa më të shëndetshme. Ky duhet të jetë fokusi dhe qëllimi. Nëpërmjet seancave psikologjike që bëhen me çiftet, gjë që është, si të thuash, okej, po vjen dhe po aplikohet si gjë, por prap kanë atë kofozitetin ose tërheqjen, nuk se përqafojnë shumë mirë, sepse ndoshta nuk e kanë ezauruar, si thua, këtë fazë, sepse kanë shkuar debatet dhe konfliktet deri në nivelin që ata nuk e pretendojnë më zgjidhje nëpërmjet përmirësimit dhe ndoshta rikthimit, rikuperimit të marrëdhënies me njëri tjetrin. Po ndoshta një terapi familjare do ishte shumë e mirë midis çiftit dhe fëmijëve. Psikologu mund të jetë aty shumë i kujdesshëm në mënyrën se si prindrit ja shpjegojnë gjithë dimensionin e ndarjes fëmijës. Është shumë e rëndësishme mënyra se si ja komunikojmë dhe shumë e rëndësishme mënyra se si mbajmë raportet pasi divorci të ndodh. Divorci normalisht ka ndodhur, do ndodh, do vazhdoj të ndodhi, është një çështje sociale dhe nuk kemi, duhet thënë, ne si shoqëri, si profesionistë bëjmë më të mirën për ndoshta kur është momenti për të parandaluar, ndoshta pse jo, është diçka shumë, do më thënë, shumë humane mbi të gjitha përveç se qasjes profesionale, por duhet të jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën se si hymë në marrëdhënien e një çifti, sepse
kur çifti vendos të divorcohet, dihet që kuptohet që marrëdhëniet janë cënuar deri në pikën që ata nuk dëshirojnë, kanë pakënaqësi ndaj partnerit, kanë momente tensioni, edhe ndoshta edhe dhuna. Edhe dhuna pikërisht duhet të jetë diçka që tashmë është komplet e standardizuar dhe e kuptuar nga shoqëria çfarë është dhuna, si duhet të reagojmë, ka instrumentat zero tolerim në të tilla raste. Dhe patjetër që mënyra dhe teknika për ta bërë divorcin më të lehtë, për ta bërë më të pranuar, më mirë kuptues, sepse në fund të fundit kjo është zgjidhje dhe kur zgjidhjet janë për më mirë, për të pasur një situatë më të mirë familjare dhe për të pasur fëmijët një rrugëtim të jetës së tyre më të qetë dhe më të sigurt. Dhe ndoshta këta fëmijë nuk do ta kenë këtë modeli negativ në raportet që do të krijojnë, por do dinë se si të zgjidhin martesa dhe marrëdhëniet në mënyrë të shëndetshme. Nora, unë të falenderoj, po... Nëse me fjalën mendoj diçka shumë të rëndësishme që mund të flasim, çfarë përjetimi kanë fëmijët dhe cili është një nga gabimet më trashanike që bëjnë prindërit. A janë shqiptarët një popull që ndahen pajësisht apo janë konfliktual? Në shumicën e rasteve janë konfliktual. Pra, urrejtja ka arritur në atë pikë sa edhe në gjyq pasqyrohet dhe te marrëdhënia me fëmijët, pra ajo që nisa të thoja pak më parë, që është një gabim trashanik dhe një problem shumë i madh që i shkaktohet fëmijës në të ardhmen, është që prindrit e ushqejnë fëmijën me urrejtjen ndaj prindit tjetër. Kjo bën që kur të rritet fëmia të mos arrijë të ketë dashuri për prindin tjetër për shkak sepse është ushqyer me urrejtje dhe kjo urrejtje jo në shumicën e rasteve nuk ekziston, pavarësisht se martesa mund mos ecë dhe ka probleme të ndryshme. Kjo nuk do të thotë që detyrimisht fëmia duhet ta urrejë prindin, kështu që të gjithë prindit duhet jenë të vetëdijshëm. Në momentin që shkojnë të zgjidhin martesën duhet bëhen të vetëdijshëm që fëmia të ndikohet sa më pak. Edhe sikur të ketë probleme të mëdha midis tyre, këto probleme nuk duhen pasqyruar te fëmijët sepse ajo pasohet me rritjen e fëmijës dhe me mënyrën se si ai do të jetojë jetën e të ardhmen. Po, lidhur me detyrimet ekonomike, sa të përgjegjshëm jemi? Dhe çfarë mund të bëhet më mirë qoftë edhe me legjislacionin në këtë pikë. Ne kemi dëgjuar në plot raste që ka shumë prindër të cilët nuk zbatojnë me përpikmëri të gjitha detyrimet monetare dhe materiale që kanë ndaj fëmijës së tyre pas procesit të një divorci. Atëherë, deri tani ne folëm për shkaqet që çojnë në zgjidhjen e martesës. Mirë po, martesa në momentin që zgjidhet ka disa pasoja. Dy janë elementet kryesorë përveç zgjidhjes së martesës që gjykata e vendos në çdo rast. Dy janë elementet kryesorë për të cilët duhet vendosë gjykata. Nëse ka fëmijë, cili është prindri që do mbaj fëmijën dhe pjesa tjetër është cili është detyrimi për rritje dhe për ushqim që do të paguajë prindi tjetër. Ligji, kodi familjes nuk parashikon një vlerë se sa duhet paguajë njëri prind që nuk mban fëmijët drejt prindit tjetër i cili mban fëmijët. Por parashikon disa kritere dhe parime themelore. Cilat janë këto? Së pari, gjendja ekonomike e secilit prej prindërve. Pra, cilat janë të ardhurat që kanë ata dhe pasuria që kanë secili prej tyre. Së dyti, cili ka qenë jeta dhe standardi që ka patur fëmia deri në atë moment që është bërë zgjidhja e martesës. Dhe së treti, cilat janë nevojat që duhet ketë ky fëmijë për të rritur normalisht si çdo fëmijë tjetër. Këto janë kriteret që mban parasysh ligji dhe gjykata rast pas rasti vlerëson këto kritere, gjendjen ekonomike e secilit prej prindit, duke detyruar prindin që nuk mban fëmijë të paguajë në favor të prindit tjetër një detyrim për rritje dhe për ushqim. Ka shumë raste që nuk paguhet ky detyrim për rritje dhe për ushqim dhe problemi është për ata që janë të punësuar në punë të zezë ose ata që janë të punësuar me një rrogë më pak se sa ajo që kanë realisht, është problem për të ekzekutuar ky vendim i gjykatës për shkak sepse përmbarimi ka pamundësi për të gjetur pasurinë në emër të prindit në mënyrë që ta ekzekutojë me forcë atë detyrim që vetë prindi nuk e paguan me vullnetarisht. Të paktën nga rastet që ke marrë deri më tani, janë gratë apo burrat ata që kërkojnë më së shumti divorcin? Nuk është se ka ndonjë dallim shumë të madh kjo pjesë, varet rast pas rasti. Mendoj që ka ngjashmëri, pra janë të ngjashme rastet që u drejtojnë zgjidhjes së martesës. Ajo që bie në sy më shumë është që çiftet e reja janë ato që i drejtohen më shumë zgjidhjes së martesës. Rastet janë më të rralla të atyre çifteve të konsoliduara, mund të flas për shembull çiftet, një test është periudha 5 vjeçare, nëse martesa e kalon kohën prej 5 vitesh, ka shumë ngjashmëri që ajo të mos përfundojë në zgjidhjen e saj, ndërkohë që periudha e parë për 5 vitesh është një periudhë testi për të parë nëse kjo është një martesë e qëndrueshme ose jo. Avokati na përmendi faktin që janë çiftet e reja ato që shkojnë më së shumti në zgjidhjen e martesës. Kështu që Haris do doja të ndalesha pak në vijim tek pavarësia ekonomike. Nuk e pyeta pa shkak në fakt janë gratë apo burrat ata që kërkojnë më së shumti divorcin, sepse ne dim që gratë sot janë bërë shumë më të emancipuara dhe shumë më të pavarura ekonomikisht. Është ky një
Nga arsyet ndoshta që mund të lidhen pikërisht me numrin e lartë të divorceve, mendon që mund të jetë kjo? Po, sigurisht, është një nga arsyet, sepse më parë ne kemi jetuar në një shoqëri patriarkale, flas jo vetëm për Shqipërinë, po për Ballkanin në tërësi, në raport me Europën, ku ka pasur pra gratë kanë pasur të drejta më të barabarta me burrat, dhe sot shohim që ato mund t'ja dalin edhe vetëm, dhe nëse martesa nuk shkon mirë, nuk është se do të kushtëzohen për të qëndruar, për mbajtur një marrëdhënie që ato nuk duan të jenë më. Fakti që janë ekonomikisht të pavarura i bën ato të kenë më shumë vetbesim, që edhe nëse familja pra shkon drejt një rrugë jo optimale, fëmijët përsëri mund të kujdesen të dy prindrit njësoj, pavarësisht se ata nuk janë bashkë. Dhe kjo është një gjë pozitive, sepse një nga arsyet pse më parë çiftet qëndronin me njëri tjetrin dhe bënin kompromis, ishte edhe patjetër varësia e jashtëzakonshme që kishte gruaja në një familje dhe në një shoqëri patriarkale, ku ekonomia mbahej, pra familja mbahej vetëm nga burrat. Sot është ndryshe dhe është për të përgëzuar fakti që femrat kanë këtë pavarësi ekonomike, sidomos për veten e tyre, sepse kjo i jep një vetbesim të jashtëzakonshëm. Po ajo që doja të qëndroja në gjithë ato që thatë ju është sepse familjet e reja janë ato që divorcojnë më shumë, sepse mendoj ato që zgjedhin rrugën pra shkëputjen më shpejt dhe përkushtohen më pak. Mendoj që familja, martesa, marrëdhënia duhet të ketë një kontribut të barabartë nga dyja palët për kushtim, edhe të provohet disa herë që të gjendet zgjidhja. Unë gjithmonë them, atje ku ka dashuri ka dhe zgjidhje, dhe më bën shumë përshtypje edhe avokati kur po thotë që janë familjet e reja ato që më shumë vinë drejt divorcit. Paktën jetojmë në shoqëri pak më të hapur, shumë më të hapur se më përpara, që po themi arranged marriages, pra martesat me dëgjoni? Po, të dëgjojmë. Okej. Pra më përpara martesat me mbosëri ishin problem. Për mua mendoj që kanë qenë gjithmonë problem, po në ditët e sotme njeriu është shumë i lirë për të zgjedhur personin e tij, personin e dashur të zemrës. Atëherë në momentin që të dy këta të rinj vendosin të lidhin jetët e tyre, si ka mundësi që në një kohë kaq të shkurtër marrin vendimin drastik për të dhënë fund marrëdhënies së tyre, kur kanë qenë ata që kanë zgjedhur njëri tjetrin. Tani këtu ka shumë pyetje, ka shumë pikë të mëdha, sepse është jashtëzakonisht shumë dinamike, aq më tepër çështja e familjes, po mos ndoshta i kanë vënë objektiva vetes, dhe një ndër ato objektiva është që në X moshë të kem arritjet akademike, profesionale, por të kem krijuar edhe një familje, dhe ndoshta kjo i çon në një nxitim të marrit vendimi për të krijuar një familje, sepse shumë e çuditshme që i japin fund kaq shpejt pikërisht çiftet e reja. Dhe nuk e di pse kjo gjë ndodh, është shumë dinamike, por një nga gjërat që në përgjithësi çiftet e divorcuara harrojnë është pasoja që ka ky divorc mbi fëmijët. Ndoshta duke qenë se është një tendencë pra ndarja e çifteve, familjeve, mendoj që mund të jetë pak më lehtë për fëmijën, dhe fakti që ka psikolog që diskutojnë, që bëjnë ato terapit në familje, ndoshta dhe fakti që kur shkojnë në klasë, kjo pra, le të themi, kjo plag ka ndosë që ta ketë edhe shoqja e klasës dhe shoku i klasës, dhe duke qenë se është kthyer fatkeqësisht në një fenomen të përditshëm, ndoshta kjo e ngushëllon pak fëmijën. Unë vi nga një familje e thyer, po themi, nga prindër të divorcuar, dhe është një kalvar jashtëzakonshëm që tregon shumë për fëmijën, si në moshë të vogël ashtu edhe në moshë të rritur. Mendoj që divorcat dikur të brezit të prindërve të mi kanë qenë, do të thoja, divorce jashtëzakonisht shumë të përgjegjshme, dhe nuk do të thotë që ka pasur arsye madhore nga pas, por mendoj që nëse ka ndodhur një divorc, të paktën në brezin e prindërve të mi, ka qenë një gjë e mirë menduar,
janë shumë e fat ata fëmijë që kanë pasur prindër me një komunikime dhe me një marrëdhënie të jashtëzakonshme pavarësisht divorcit, siç kjo ka ndodhur edhe në rastin tim, por edhe shumë shoqe dhe shokë të mit pra të brezit tim që kanë pasur ndarje të prindërve, kanë pasur jo pak trauma. Por ajo që unë do të thosha, duke u nisur edhe nga vetja dhe nga shumë histori personale të miqve të mi, mendoj që fëmijët më të dëmtuar janë ata fëmijë që rriten në një ambient ku prindi bën kompromis dhe nëna dhe babai nuk duhen, nuk respektohen, nuk japi një shembull të mirë fëmijës. Mendoj që marrëdhëniet e sforcuara janë më të dëmshme se sa marrëdhëniet që përfundojnë me shumë qytetari, me shumë bon sens edhe me shumë përgjegjësi për të kujdesur për fëmijët të dy prindrit njësojve, dhe nuk flas për kujdesin vetëm financiar, sepse mbi kujdesin financiar është mbi gjitha kujdesi shpirtëror dhe psikologjik. Sot janë rritur shumë kërkesat edhe po themi faturat, por dikur nuk kanë qenë kostot kaq të jashtëzakonshme, prandaj them që ekonomikisht dhimbja nuk pra pasojat nuk bien aq shumë saq mund të binin psikologjikisht apo shpirtërisht, sepse karakteri i fëmijës dhe ardhmja e fëmijës ku bëhet një maxhorem dhe del vetë në jetë është jashtëzakonisht e lidhur me të kaluarën e tij dhe me çfarë ka kaluar nga divorci apo dhe nga një qëndrim i sforcuar i prindërve. Kështu që unë ju bëj thirrje çifteve të reja, ta mendojnë familjen si një gjë të jashtëzakonshme, një gjë shumë të bukur, një lidhje të përjetshme. Jeta është shumë e shkurtër dhe duhet të mendohesh mirë se cilin person zgjedh në krah. Që të mos përfundojmë pastaj brenda një 5 vjeçari në teste të tilla. Avokat, të pyes, realisht më bën përshtypje, ka shumë divorce, sa kushton një proces divorci? A janë të shtrenjta, sa zgjat në kohë? Divorci ka 2 shpenzime kryesore. E para është pagesa e avokatit, e cila nuk është fikse. Ligji për avokatin parashikon që pagesa e avokatit caktohet me marrëveshje midis avokatit dhe klientit, dhe kjo do të varet nga nëse ka fëmijë ose jo, cila është gjykata kompetente, pra sa larg është nga vendi i ushtrimit të punës së avokatit dhe sa mund të zgjasë gjyqi. Mund të themi një mesatare 1.000 euro mund të jetë pagesa për avokatin. Pagesa e dytë është pagesa për psikologun ose psikologen në momentin që ka fëmijë, dhe këto janë shpenzimet. Nuk janë shpenzime shumë të mëdha, pra te pjesa e zgjidhjes së martesës. Ndërkohë që ajo që është problem në këto gjykime dhe në çdo gjykim tjetër është koha që zgjat ky proces, për shkak të ngarkesës shumë të madhe që ka gjykata dhe për shkak se kanë ngelur me shumë pak gjyqtar për shkak të reformës në drejtësi, gjykimet zgjasin shumë dhe në shumë raste janë edhe proceset për zgjidhjen e martesës, pavarësisht se gjykata në disa raste i trajton me prioritet këto procese, që bën që të ketë probleme në zgjidhjen e martesës dhe persona që një nga problemet më të diskutuara, avokat, ka qenë vendimi për t'i lënë fëmijën njërit prind apo tjetrit. Shpesh herë citohet që psikologu nuk e bën siç duhet punën e tij. Pra nuk duket se jep një vendim të drejtë. Si mendoni, si e gjykoni këtë? Nuk e shoh këtë gjë, nga gjitha proceset që unë kam ndjekur dhe nga gjitha proceset që kam parë në gjykatë dhe nuk kam ndjekur personalisht, përgjithsisht gjykata është treguar korrekt në raport me ligjin dhe psikologët janë treguar korrekt në raport me ligjin. Ligji jep prioritet nënës për të rritur fëmijët për shkak të lidhjes biologjike dhe për shkak se mund të jetë më afër emocionalisht me fëmijën. Ka raste të veçanta kur nuk i lien nënës për rritje për edukim, kur ajo ka braktisur fëmijët, kur ka probleme shëndetësore, probleme mendore ose probleme të tjera, kur ka varësi nga drograt, kur ka ushtruar dhunë ndaj fëmijës, në këto raste nuk i lien nënës, ose kur ka probleme të mëdha ekonomike që nuk mund të sigurojë fëmijës një jetesë normale dhe të sigurt, ndërkohë që mund t'ja sigurojë prindit tjetër, atëherë në këtë rast i lien babait. Pra në shumicën e rasteve i jepet përparësi nënës. Kur fëmia është mbi 10 vjeç, i merret mendimin me cilin prind do të jetojë. Nuk është përcaktues mendimi i fëmijës, por është nga elementet që në tërësi analizon gjykata. Dhe gjykata në tërësi është treguar dinjitoze, e sheh me, duke qenë se është shumë e ndikueshme kjo pjesë, e shikon me përgjegjësi dhe me korrektësi këtë pjesë. Haris, po në Londër, si janë proceset e divorcit? A zgjasin shumë në kohë, a janë të kushtueshme, a vazhdon edhe aty e njëjta tendencë, përse duket sikur është kthyer në mod
nëse e përcaktojmë kështu të paktën nga çfarë kuptojmë nga biseda, por edhe nga shifrat, një divorc për 2 martesa. Nuk është se kam një dieni të saktë mbi shifrat, por në Londër çdo gjë është e shtrenjtë, sikurse edhe në epiqendra, pra në qendra të tjera të vendeve të Europës dhe sigurisht edhe nga historitë që un kam dhe nga njerëzit që un njoh, pra jo vetëm shqiptar, por edhe familje dhe qytetarë të ndryshëm të Europës që jetojnë në Londër, divorci është një gjë shumë komune, pra është një gjë që shoqëria e ka pranuar dhe trajton ato me shumë profesionalizëm. Nuk është një gjë e re si kundër në Shqipëri. Në Londër pra ka vite, do të thoja, qytetërim edhe bashkë me të bashkëjetojnë edhe të gjitha këto anomalitë shoqërore që kanë një eksperiencë në trajtimin e tyre, si ligjore dhe sociale edhe psikologjike, por di gjithmonë nga ato që dëgjoj ndër vite, sepse kjo nuk është hera ime e parë në Londër, kam qenë edhe vitën përpara, ky është rikthimi dhe jam ndeshur me shumë moshatar të mi, bashkëmoshatar të mi që kanë ardhur nga familje të divorcuara. Për proceset nuk kam dëgjuar asnjëherë një ankesë. Vetëm problematika e qenë se si fëmijët, pra bashkëmoshatarët e mi janë përballur me këtë divorc të prindërve të tyre dhe pasojat që ka pasur tek ta. Mbaj mend vite më përpara në shkollën e lartë, pra 15 vjet më përpara, kam pasur shok të klasës që prindrit nuk i kanë ardhur sepse nuk kanë gjetur një gjuhë të përbashkët, pra nuk kanë ardhur në diplomim, sepse nuk kanë gjetur një gjuhë të përbashkët, ose sapo kanë ndodhur divorci dhe kanë qenë pak ato marrëdhëniet kështu kokë për kokë, edhe kjo i ka lënduar. I mbaj mend që ka ndodhur në disa raste dhe kam folur hapur, sepse janë shumë të hapur, domethënë ndryshe nga ne që kemi pasur pak atë ndrytjen për ta folur këtë gjë, të gjithë bashkëmoshatarët e mi të huaj e flisnin hapur, jo vetëm për marrëdhënien e prindërve të tyre, por edhe për pasojat që kjo marrëdhënie ka pasur tek ta. Është një tendencë në rritje, fatkeqësisht është një tendencë në rritje, sidomos të çiftet e reja, prap tek ta bashkëmoshatarët e mi që tani më kanë krijuar familje, dhe mendoj që mungesa e komunikimit dhe mos mendimi i mirë pra për të marrë hapin me personin e duhur, por siç e thash, çdo gjë kushton. Sigurisht që këtu ka dhe politika sociale për familje që nuk kanë mundësi të përballojnë kushtet, është shteti ai që ja mundson, edhe shtëpitë ku rrin, pra council house që quhen, janë ato shtëpi që paguan pjesën më të madhe shteti për familjet në nevojë, për rrjedhoj jepet shumë prioritet në dijen intime nënave që marrin kujdesën për fëmijët mbas ndarjes dhe marrin gjithmonë mbështetje sociale, ka politika sociale dhe kjo është një gjë e jashtëzakonshme, pra Anglia, Gjermania, Hollanda, dhe gjitha vende të ndryshme, sidomos edhe vendet skandinave, ka politika që mbështesin shumë fëmijët dhe familjet që vinë nga divorc. Avokat, një pyetje të fundit shkurtimisht, më shumë ndodhin në zona urbane apo rurale divorcet? Nga eksperjenca juaj gjithmonë, nga rastet që keni pasur? Nuk është se kam vëre në dallim, edhe në zona rurale ka divorce, nuk është se ajo pjesë i pengon. Në qoftë se kemi kohë, nuk e di shkurtimisht, doja të përmendja fakt. Shumë shkurt. Shumë shkurt. Çfarë ndodh me pasurinë? Pas të zgjidhjes së martesës, është një element shumë i rëndësishëm. Pasuria ndahet për gjysmë kur nuk ka një kontratë paramartesore. Në shumicën ndërmuese të rasteve persona nuk lidhin një kontratë paramartesore dhe e gjithë pasuria e vënë pas martese me të ardhurat e njërit ose dy bashkëshortëve ndahet për gjysmë. Nuk ka rëndësi kush ka kontribuar më shumë. Pra ata që nuk kanë një kontratë paramartesore marrin pasurinë 50 me 50. 50 për pasurinë që është vënë pas martese. Pra nëse kanë blerë një shtëpi, kanë blerë një makinë, kanë depozituar lekë në bankë, ndahet për gjysmë pasuria e vënë pas martese. Mirë, ja, te kemi arritur në fund të diskutimit. Harjes, unë të falenderoj shumë që gjetë e ko për të bashkuar në këtë lidhje Skype. Avokat, falemderit gjithashtu. Për temat që trajtoni. Është e rëndësishme, është e rëndësishme që të trajtoni këto tema që për cilat nuk flitet aq shumë. Dhe në fakt, divorci nuk është thjesht një çështje që i përket dy personave, po sa më shumë shtohet numri i divorceve, aq më shumë ka ndikim edhe në ekonomi për faktorë të ndryshëm, mbi të cilët do na duheshin ende minuta të tjera për të folur.